Sekreti i energjisë që vjen nga natyra. Në një kohë kur lodhja kronike, mungesa e energjisë dhe stresi janë bërë pjesë e përditshme e jetës sonë, gjithnjë më shumë njerëz po kthehen te zgjidhjet natyrale. Në vend të pijeve energjike artificiale, kafes së tepërt apo suplementeve kimike, natyra na ofron një thesar të vërtetë, mjaltin. Mjalti është përdorur prej mijëra vitesh si ushqim shërues, burim energjie dhe eliksir për trupin dhe mendjen. Por ajo që shumë pak njerëz dinë është se kur mjalti përzihet me disa ushqime të caktuara, fuqia e tij shumë fishohet. Ky artikull do t'ju zbuloj 5 ushqime të fuqishme, të cilat kur kombinohen me mjaltin, krijojnë një energji natyrale, të qëndrueshme dhe pa efekte anësore. Në këtë pjesë 1, do të ndalemi te rëndësia e mjaltit dhe kombinimi i parë më i fuqishëm. Pse mjalti është burimi më i pastër i energjisë natyrale. Para se të flasim për kombinimet, është rëndësishme të kuptojmë pse mjalti është kaq i veçantë. Mjalti përmban glukozë dhe fruktozë natyrale, enzima aktive, minerale si kalium, magnez, hekur, vitamina B, antioksidant të fuqishëm. Ndryshe nga sheqeri i bardhë, mjalti nuk shkakton rënje të menjëhershme të energjisë. Përthithet gradualisht, nuk e lodh pankreasin, ushen qelizat në nivel të thellë. Pikërisht për këtë arsye, atletët, personat mbi 50-60 vjeç, studentët dhe njerëzit me punë të lodhshme mendore, përfitojnë jashtëzakonisht shumë nga mjalti. Por sekreti i vërtet qëndron te kombinimet e duhura. Ushqimi e R1, mjalti, arat kombinimi i artë për energji fizike dhe mendore. Një nga kombinimet më të vjetra dhe më të fuqishme në mjekësinë popullore është mjalti me ara. Ky kombinim nuk është rastësor, është një formulë perfekte për trupin e njeriut. Se arat janë kaq të rëndësishme. Arat përmbajnë omega 3 dhe omega 6, proteina bimore, magnez, vitamin E, larginin, aminoacid për energji dhe qarkullim gjaku. Arat ushqejnë drejt për drejt trurin, zemër, muskujt, sistemin nervor. Kur kombinohen me mjaltin, krijohet një bombë natyrale energjie. Çfarë ndodh në trup kur përziheni mjaltin me ara? Kur konsumoni mjalt me ara, mjalti jep energji të menjëhershme. Arat sigurojnë energji afatgjat. Stabilizohet niveli i sheqerit në gjak. Përmirësohet përqendrimi. Reduktohet lodhja mendore. Forcohet memoria. Ky kombinim është veçanërisht i dobishëm për persona mbi 40-60 vjeç. Ata që ndihen të lodhur gjatë ditës. Student. Persona që punojnë shumë orë mendërisht. Meshkuj që kërkojnë më shumë energji fizike. Si ta përgatisni sakt mjaltin me ara? Receta bazë: 5-7 ara të plota, të papërpunuara. 1-2 lugë gjelle mjalt natyral. Përgatitja: thërmoni lehtë arat, jo shumimët. Përziheni me mjaltin. Lëreni për 10-15 minuta që të aktivizohen enzimat. Si konsumohet? Në mëngjes esëll ose 30 minuta para aktivitetit fizik dhe mendor. Gabimi që bëjnë shumë njerëz, i skuqin ara, i përzihen me mjalt të nxehtë, i konsumojnë në sasi të teprua. Këto gabime shkatërrojnë enzimat, ulin vlerat ushqyese, mund të rëndojnë tretjen. Mjalti duhet të jetë gjithmonë i papërpunuar dhe jo i nxehur. Kush nuk duhet ta teprojë me këtë kombinim? Edhe pse është shumë i shëndetshëm, personat që kanë alergji ndaj arave, kanë probleme serioze me stomakun, janë diabetik, duhet këshill mjeku, duhet ta konsumojnë me mas. Çfarë energjie jep ky kombinim? Energjia që vjen nga mjalti dhe arat nuk është artificiale, nuk krijon varësi, nuk shkakton rrahje zemre, nuk shkakton rënje të menjëhershme. Është energji e qetë, e qëndrueshme dhe natyrale, që ndihet për orë të tëra. Mjalti, limoni, pastrim, energji dhe ringjallje e trupit. Nëse ekziston një kombinim që pothuajse çdo familje shqiptare njeh, por pak e përdor siç duhet, ai është mjalti me limon. Ky nuk është thjesht një zakon i vjetër popullor, por një formulë vërtet biologjike që pastron trupin, zgjon energjinë dhe forcon imunitetin. Në këtë pjesë të dytë do të zbulojmë pse mjalti dhe limoni, kur përzihen së bashku, krijojnë një efekt kaq të fuqishëm, si veprojnë në trup dhe si duhet të konsumohen sakt për të përfituar maksimumin e energjisë natyrale. Pse limoni është kaq i rëndësishëm për energjinë? Edhe pse limoni ka shije acidike,
Ai ka efekt alkalizues në trup. Kjo do të thotë se ndihmon në balancimin e pes dhe krijon një mjedis ideal për prodhimin e energjisë qelizore. Limoni përmban vitaminë në sasi të larta, kalium, flavonoide antioksiduese, acide natyrale që stimulojnë tretjen, pektin, fibër natyrale. Mungesa e vitaminës shpesh lidhet me lodhje të vazhdueshme, dobësi, rënje imuniteti, mungesë përqendrimi. Çfarë ndodh kur mjalti bashkohet me limonin? Kur mjalti dhe limoni përzihen, aktivizohet metabolizmi, pastrohet mëlçia, përmirësohet tretja, oksigjenohet gjaku, zgjohen qelizat pas gjumit, lirohen toksinat e grumbulluara. Mjalti jep karburantin, ndërsa limoni hap rrugën e përthithjes. Ky kombinim është ideal për ata që zgjohen të lodhur, ndihen pa energji gjatë paradites, kanë tretje të ngadalt, vuajnë nga fryrja e barkut, kanë rënje imuniteti sezonale. Si ta përgatisni sakt mjalti me limon? Receta klasike e energjisë së mëngjesit. Përbërësit: 1 gotë ujë i vakët, jo i nxehtë, lëngu i limoni të freskët, 1 lugë gjelle mjalt natyral. Përgatitja: shtrydhni limonin në gotë, shtoni mjaltin, përzjeni derisa të tretet, pijeni ngadalë. Shumë e rëndësishme. Uji nuk duhet të jetë i nxehtë, sepse shkatëron enzimat e mjaltit, kur duhet konsumuar për energji maksimale. Në mëngjes esëll, 20-30 minuta para ushimit, për 7-14 ditë rresht. Pas kësaj periudhe, rekomandohet një pushim 3-5 ditë. Gabimet të shpeshta që ulin efektin. Shumë njerëz përdorin limon të paketua, e ziejnë ujin, shtojnë sheqer, përdorin mjalt industrial. Këto gabime ulin vlerat ushqyese, mund të irritojnë stomakun, nuk japin energji reale. Çfarë energjie jep ky kombinim? Energjia nga mjalti dhe limoni është e pastër, është freskuese, nuk shkakton ankth, nuk rrit rrahjet e zemrës, nuk shkakton varësi si kafeja. Shumë njerëz raportojnë se pas 5-7 ditësh zgjohen më lehtë, ndihen më të kthjellët, kanë më pak nevojë për kafe, kanë humor më të qëndrueshëm. Kush duhet të bëj kujdes? Ky kombinim nuk rekomandohet pa kujdes për persona me gastrit të rënd, ata që vuajnë nga ulqera, persona me ndjeshmëri të lartë ndaj acidit. Në këto raste, limoni mund të zëvendësohet me sasi shumë të vogël ose të shmanget. Mjalti, xhenxhefili, energjia që ngroh trupin nga brenda. Nëse ndiheni shpesh të ftohtë, pa energji, me qarkullim të dobët gjaku ose lodhje që nuk largohet as pas pushimit, atëherë kombinimi mjaltë, xhenxhefil është një nga formulat më të fuqishme që natyra ka krijuar. Ky kombinim nuk jep vetëm energji, por zgjon trupin nga brenda, përmirëson qarkullimin dhe aktivizon metabolizmin në nivel të thellë. Për këtë arsye, përdoret prej shekujsh në mjekësinë tradicionale aziatike dhe popullore. Se xhenxhefili është një burim i fuqishëm energjie. Xhenxhefili nuk është thjesht një erëz. Ai është një rrënjë shëruese, e mbushur me përbërës aktiv që ndikojnë drejt për drejt në energjinë qelizore. Xhenxhefili përmban gingerol dhe shogaol, përbërës aktiv, antioksidant të fuqishëm, vitamina B dhe S, minerale si magnez dhe kalium. Ai vepron si stimulues natyral i qarkullimit të gjakut, ngrohës i trupit, aktivizues i metabolizmit, lehtësues i lodhjes muskulore. Çfarë ndodh kur mjalti përzihet me xhenxhefil? Kur këto dy ushqime bashkohen, gjaku qarkullon më shpejt, oksigjeni arrin më mirë në qeliza, muskujt marrin më shumë energji, trupi ngrohet natyrshëm, reduktohet ndjesia e plogështisë, rritet qëndrueshmëria fizike. Mjalti jep energjin bazë, ndërsa xhenxhefili vepron si qelësi që e shpërndan atë energji në të gjithë trupin. Për kë është ideal ky kombinim? Mjalti me xhenxhefil është veçanërisht i dobishëm për persona mbi 40-60 vjeç, ata që ndihen të lodhur në mëngjes, persona me qarkullim të dobët gjaku, ata që ndihen shpesh të ftohtë, persona që punojnë fizikisht, meshkuj që kërkojnë energji dhe forcë. Është gjithashtu shumë i përdorur gjatë stinës së dimrit. Si ta përgatisni sakt mjaltin me xhenxhefil?
Receta e energjisë ngrohëse. Përbërësit. Një lugë gjelle mjalt natyral. Lugë çaji xhenxhefil të freskët të grirë. Ose lugë çaji xhenxhefil pluhur. Përgatitja. Përzijeni mirë përbërësit. Lëreni për 5-10 minuta. Konsumojeni direkt ose me pak ujë të vakt. Mund të shtohet edhe pak limon për efekt shtesë, por jo gjithmonë. Kur duhet konsumuar? Në mëngjes esëll, para aktivitetit fizik, gjatë ditëve të ftohta, kur ndiheni të plogësht, nuk rekomandohet para gjumit, sepse mund të jetë stimulues. Gabime të zakonshme. Përdorimi i xhenxhefilit të zije. Sasi e tepër. Përzierja me ujë shumë të nxehtë. Këto gabime shkaktojnë djegje stomaku, ulin efektin, mund të rrisin tensionin tek disa persona. Çfarë energjie jep ky kombinim? Energjia nga mjalti dhe xhenxhefili është intensive por e natyrale. Nuk është artificiale. Nuk krijon varësi. Jep ndjesi ngrohtësie dhe force. Shumë persona ndjejnë efekt që në 15-30 minuta. Kush duhet të ketë kujdes? Ky kombinim nuk rekomandohet pa kujdes për persona me tension të lartë të pakontrolluar, ata me probleme serioze gastrike, grashta zëna, pa këshill mjeku, mjalti, kanella, energjia e qëndrueshme dhe balanca e trupit, pas lodhjes mendore, rënjes së energjisë gjatë ditës dhe ndjesisë së plogështisë që vjen pa paralajmërim. Shumë njerëz kërkojnë një zgjidhje të fortë, por të sigurt. Pikërisht këtu hyn në lojë kombinimi mjaltë, kanell, një nga formulat më të studiuara dhe më të përdorura në mjekësinë natyrale. Ky kombinim nuk jep energji të menjëhershme dhe të dhunshme, por energji të qëndrueshme, të balancuar dhe afatgjatë, ideale për ata që duan të ndihen mirë gjatë gjithë ditës. Pse kanella është kaq e rëndësishme për energjinë? Kanella nuk është thjesht aromë apo erës kuzhine. Ajo ka një ndikim të drejtpërdrejtë në mënyrën se si trupi përdor energjinë. Kanella përmban cinamaldehyde, përbërës aktiv, antioksidant të fuqishëm, minerale si mangan dhe hekur, përbërës që përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Kanella ndihmon në stabilizimin e sheqerit në gjak, parandalimin e rënjeve të papritura të energjisë, përmirësimin e qarkullimit të gjakut, uljen e lodhjes mendore. Çfarë ndodh kur mjalti bashkohet me kanellën? Ky kombinim jep energji pa luhatje, mban trupin të qëndrueshëm gjatë ditës, redukton dëshirën për sheqer, përmirëson përqendrimin, ndihmon metabolizmin. Ndryshe nga kafeja apo pijet energjike, mjaltë, kanell nuk shkakton vrahje zemre, ankth apo lodhje pasuese. Si ta përgatisni sakt mjalti me kanell? Receta e balancës energjetike. Përbërësit. Një lugë gjelle mjalt natyral. Lugë çaj kanell, ceylon nëse është e mundur. Përgatitja. Përzijeni mirë. Konsumojeni direkt ose me ujë të vakt. Mund të konsumohet edhe me kos natyral ose të shëra. Kur është momenti ideal për konsum? Në mëngjes, para punës mendore, gjatë rënjes së energjisë pasdite. Mund të konsumohet edhe për disa ditë rresht pa problem, gjithmonë me mas. Kush përfiton më shumë nga ky kombinim? Persona mbi 50-60 vjeç. Ata që ndjejnë lodhje pas ushqimit. Persona me sheqer të paqëndrueshëm. Ata që kërkojnë energji pa stimulues artificial. Ushqimi i pestë që plotëson listën. Edhe pse ky artikull u fokusua kryesisht në 4 kombinimet më të fuqishme, ushqimi i pestë që shumë ekspertë rekomandojnë për energji natyrale me mjaltin është mjalti, fara chia ose të shëra. Ky kombinim jep energji afatgjat, fibra për tretje, ngopje dhe stabilitet gjatë ditës, përmbledhje e shkurtër e 5 kombinimeve, arat, energji mendore dhe fizike, limoni, pastrim dhe zgjimi i trupit, xhenxhefili, ngrohje dhe forcë, kanella, energji e qëndrueshme, chia të shëra, energji afatgjat. Mesazhi përfundimtar. Energjia e vërtet nuk vjen nga stimuluesit artificial, por nga ushqimet që trupi njeh dhe i përdor natyrshëm. Duke përzier mjaltin me ushqimet e duhura, ju ushqeni qelizat, respektoni trupin, ndiheni më mirë çdo ditë. Mos harroni, gjithçka me masë dhe cilësi.